Autori që u konfliktua të njëjtë në mesditë me punonjësin e sigurisë së prokurorisë së Vlorës është 70 vjeçar që ka rënë në prangat e policisë. Lajmi konfirmohet zyrtarisht nga policia e Qarkut. Në njoftimin për shtyp, policia thekson se specialistët për hetimin e krimeve në komisariatin e policisë së Vlorës arrestuan në flagrancë shtetasin me iniciale SH, 70 vjeç, banues në Vlorë pasi gjatë një konflikti për motive të dobta ka goditur me grusht në fytyrë shtetasin me iniciale KT, 65 vjeç. Këtë të premte, punonjësi i sigurisë së prokurorisë u paraqit në punë. Një ditë pas incidentit këtu në prokurorinë e Vlorës, ku roja i sigurisë u sulmua nga një i moshuar, duket se ka rënë qetësia në këtë institucion të drejtësisë, ndërsa punonjësi i sigurisë ka patur vetëm dëmtime të lehta dhe këtë të premte është rikthyer në detyrë. Vlen të theksohet se i moshuari, i cili ishte në dyert e gjykatës të Ejnten, kishte problematika sa i përket hapësirave publike dhe me sa duket kishte ardhur për të bërë denoncim ndaj institucioneve. Por në të njëjtën ditë që i moshuari 70 vjeçar u përfshi në konflikt me punonjësin e sigurisë së prokurorisë, përpara se të ndodhte ngjarja, i biri i tij Fation Ruçi u prononcua për televizionin 6+1 Vlora. Ai është administratori i një biznesi në lagjen Rilindja dhe tregon se prej këtij aksioni për lirimin e hapësirave publike i rcënuar biznesi, një bar kafe përgjatë segmentit rrugor Hasan Kushta. Ruçi tregoi se i kanë cënuar padrejtësisht hapësirën e biznesit, të cilën e posedon me dokumentacion të rregullt. Administratori i biznesit thotë se në pjesën e jashtme të biznesit i është ndërhyrë pa të drejtë, megjithse këtë pronë hapësire posedon me dokumentacion dhe ngre dyshime se i gjithë kjo është një goditje për biznesin e tij, goditje e qëllimshme. Siç pretendon 38 vjeçari, sa herë që denonson parkimet e palishme dhe shkeljet e kodit rrugor, aq herë goditet biznesi. Ai thotë se janë dy vendime nga prokuroria që duhet të zbatohen. Ruçi kërkon nga organet ligjzbatuese të funksionojë ligji dhe asgjë më tepër. Por pas këtij prononcimi në televizionin 6+1 Vlora, babai i tij u drejtua prokurorisë me dosje në dorë për të gjetur drejtësi, por që duket se as këtë herë nuk e gjeti dot, përkundrazi përfundoi në polici.